Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ë, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin tonë Rrëfime Jete për të ndarë letrën e radhës. Një letër që me thënë të drejtën mua më ka fasionuar, një letër që mua më ka bërë që të ulem edhe të mendoj se kush në të vërtet duhet të merr epitetin baba. A i meritojnë të gjithë ta marrin epitetin baba? A i bëjnë të gjithë fëmijët për t'i shijuar dhe për t'u kënaqur me to? Apo i bëjnë për interesin e tyre dhe për përdorjen? Letra që do të dëgjoni është një letër e tmerrshme, një letër e frikshme në thelb, një letër e paimagjinueshme, që një baba mund të arrijë deri në këto dimensione dhe mund të shkatërrojë familjen e tij, gjakun e tij për vetëm një interes i cili në fakt fund të ditës nuk është asnjë gjë. Përshëndetje Tiranë. Unë që po ta shkruaj këtë letër, jam një vajzë me origjinë nga Prishtina. Jetoj edhe veproj sot në Itali me një burr të martuar me origjinë jashtë vendit tim, se po ta them vendin, kuptohet se kush jam. Kam kaluar ditë shumë të vështira në jetë. Jam rritur në varfëri, jam rritur në tmerre që realisht nuk e besoja që do t'i kaloja. Dhunë barbare nga babi, mami çdo ditë jetonte me shpresën që ndoshta ajo është dita e fundit, edhe i bënte gjërat sikur të ishte dita e fundit, sepse në darkë kur babi do të vinte, çdo gjë do ndryshonte, çdo gjë do thyeshte dhe gjithë jeta jonë do të shkatërrohej. E mbaj mend natën e vitit të ri, ku të gjithë familjet në lagjen tonë festonin të lumtur, ndërsa ne shtronim tavolinën për të festuar, shtronim tavolinën për t'u kënaqur, për të pritur ndrimin e viteve, dhe ndodhte e pabomja, bëheshte nami, thyeshin tavolina, derdheshin pjata dhe shkatërroheshte gjithçka që kishte në shtëpinë tonë. Edhe për këtë gjë ishte pika e dhimbjes më e madhe e kësaj familje. U rita aq shpejt sa që edhe sot kur ulem dhe mendoj them po sa shpejt kaluan këto vite. Babi loste bixhoz. Dhe unë pata fatin që të martohem në një familje fantastike, në një familje të mrekullueshme. Nga tradita e burrit tim, ata vëndojnë shumë flori. Ama kur them shumë, do me thënë të mbulojnë me flori. Dhe unë isha e lumtur që do të nisnja një jetë të tillë, do të nisnja një të ardhme të tillë. Ditët kalonin, unë isha shumë e kënaqur, me vjerën kisha raporte fantastike, me vjerin kisha raporte fantastike, me burrin kaloja shumë mirë, me kunatat kaloja shumë mirë, me kunatin kaloja shumë mirë. Do të thënë çdo gjë ishte mrekullueshme, çdo gjë ishte në atë nivelin që nuk e besoja dot që do të isha në atë stad. Derisa ndodhi e papritura. Një ditë prej ditësh babai më bën telefon edhe më thot: "Bija ime, më duhen para sepse kam hyrë keq në përborxhe, më kërcënojnë, nuk kam lekë se ku t'i marr." Unë e besova mudhim si babai, asnjëherë nuk më ishte kthyer me atë dashuri, asnjëherë nuk më kishte thirrë në telefon të më thot bi, gjithmonë me tmerre, gjithmonë me nervoza, gjithmonë me inate, gjithmonë me urrëtie. Mundoshte të më përbus, mundoshte të më shkel me këmbë, mundoshte të më nxjerr në tjetër njeri. Dhe unë përsëri u ndjeva e kënaqur sepse nuk i kisha ndjer asnjëherë atë dashuri dhe i thash: "Po babi, unë do të ndihmoj." Mora florit e mia aty në zaburit, i shita të gjitha florit, edhe ja dhash babait lekët me pretekstin që për 2 muaj e priste një borxh, ai mua do të mi kthente.
ato para. Ditët ikën si ujë. Burim më kërkonte që unë të kem para. Burim më kërkonte që unë të kem fjori. Edhe unë një kthehem thash, po, do t'i vej thash unë në kunat, në dasmën e kunatës Florit, sepse kishim dasmën e kunatës gjatë verës. Ditët, kur e pas ke një halë, shkoka shumë shpejt. I kërkoj babait parat, babai sillet shumë ashpër me mua. Më thot, unë nëse të kam borxh ty, harram të qofte rritura. Florit nuk i kam. Pyes për florit e mia, nuk e di ku janë. Dhe jam shumë e tensionuar dhe jam shumë e trembur. Se çfarë po ndodh tani? Se nëse buri im e merr vesh, ai do të më vret. Kam shkuar ke babi një javë më përpara, prej këtu kam udhëtuar për Kosovë. Kam fol me babin, babi mban qëndrim të ashpër me mua. Më thot se unë nuk të kam marrë floriti dhe mua nuk më intereson. Unë ja kam marrë paret, bijes time, pare që unë kam investuar tek ajo. Nëna është në siklet, nëna është me tension. Nënës po i bie të fikët nga kjo gjë që ndodhen. Askush nuk e kupton dot se çfarë po ndodh me fatin ton. Por thjesht kam nevojë për një ndihmë dhe për një mendim të më jepni ju. Në fakt kjo është letra që ka shkruar kjo zonjë, do me thënë e kuptoni, babai, si gjithmonë mbi çdo gjë, i ka marrë para vajzës dhe jo para, por ja ka marrë flori, ja ka marrë florit për t'i kthyer, ato florit të cilat kanë qenë të vajzës së tij, dhe më në fund nuk ja jep borxhin e premtuar të bijes dhe kjo është në fakt shumë e shëndetshme. Mua më vjen shumë keq në fakt që dëgjoj storie të tilla, që dëgjoj histori të tilla. Unë apeloj drejt këtij babai dhe do kisha dashur që sa më shumë ta bëni viral këtë videon. Apeloj që t'ia kthen borxhin vajzës të vet, sepse nesër do t'i hapën probleme. Ai burr është munduar kur i ka marrë ato para, ai burr është munduar kur i ka dhënë ato para për t'ia vënë asaj vajzës florit. Nuk është e mirë që babai ta krijon të gjithë këtë presion dhe të gjithë këtë dinamik, sepse nuk është njerëzore, por ja që ka njerëz të cilët me vetëdije të plot e krijojnë këto ngjarje që në fund të ditës janë të turpshme, janë çnjerëzore dhe turp kush i përjeton këto gjëra. Unë apeloj te ky baba t'i kthen florit, sepse florit do të bëhen problemi më i madh dhe do të mbeten edhe pa dhëndër, po edhe vajza ka për me mbet rrugëve, sepse korik jemi, dasma është në gusht, ajo ato florit duhet i ketë në shtëpinë e vet. Dhe për këtë gjë apeloj te ky prind të çahet të dahet fëmin t'ia rregullon jetën.